Shikues të mrekullueshëm të Shok Podcastit, jena rikthyer në episodin e radhës me mu Fisin. Sot e kam një musafir që kur të ngëni këtë epizod, keni më bot dënxhona. Kështu që hiç më shumë nuk pes gati, pe prezantoj musafirin, një shok i jemi që jeton në Angli, emrin e ka Lab, po kështu nuk ka Lab. Lab, thanks që erdhe njëre. Faleminderit për thirrjen. Vezeri ka 20 euro e ka biletën të menzina erdhe, vëlla, që sojmë të të lutë. Sa të Vezeri, po. Sa të Vezeri. Të autobusi. Të autobusi. Që shahojnë beforën shqiptarët. 22 euro bileta kur të shkojnë. Dej në Londër 200 funda ju bëhet. Unë kom hongër njerë që të bore. Para të vjetë. Lire tani ku të mërish atje. Unë po menoj që ja. 100 funda taksit në Londër. Po që ata po thënë njëra, abdin sa ke po këto aeroportet. Ky podcast është për travel, pa lidhja dhe jenë në lognave. Unë po menoj që kanë marrëveshje autobusat me aeroplanën. Kanë marrëveshje. Është në forë, është njëri që shet se boba është. Edhe për bolle ka bankën. Edhe pas shku njëri njerë, e din të cili është, pe din, kur shet se boba është. Po. Nejse, mos të përmena. Edhe pas shku një shok ja ka bu, a bë 10 euro, bërgjë. Ja ka bo e valoj të kësha e pa, peshe bankën. Po, e kom një marrëveshje, ata mos me shqitë se bo, po une nuk dho pare. Shë me pike, bro. Për ndryshe. Mos mi bo konkurencë. Mos mi bo konkurencë. Më lejoni, sponsorat i përmeni pak, Modiumi, kompania arkitekturës që ma ka ndrejq këtë super vend, për normal këta s'kishin mujt me ndrejq, pas Solosin, mobilje dhe kitë këto që pëshen jom prej Solosit, sharautu Solosi, kompania sigurime Sigal, Qebari, Gekosi, cilë nga ka pru Don Julian, Prime Travel, aty mund të bëni udhëtimet e juaja, të rezervani, e keni një QR code post në baner që mundi me pas zbritje. Edhe po ashtu Superboki, që tash kam pru edhe një pije një tonik, që mundi me kombinu me gjithë shka, ose kur të hani buke ju kom thartina me QX. Kështë që shto janë partnerët, gjithashtu Shok Podcastin mundi me po në Folje Publishing në YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, veç Snapchat nuk kena. Unë nuk pes gati ma shumë, me Labin pianisë me fol. Lab, qysh je be? Mirë. Qysh je përsëri? Super, ndimër. Labi për ndryshe, e ka një profesion shumë të veçantë. I mësën njerëzit qysh me bu femën. Apo qysh me gjetë fatin e jetës. Apo i bjen që është të lab? Qysh me gjetë një mashkull, apo qysh me gjetë një femën? Apo po, se të dy anë, do me dhoni. Okej. Kur e ke kuptu që je i mirë në qëto, se njerëzit mujnë me thonë që janë të mirë për veti, po për me mësu dikën është në ketë një tjetër trip. Shumë është e vërtet. Mere për shembull një person që punon në një bar. Okay. Edhe ai person ju ka ambienti e ka imponu me mësu me komuniku me njerëz, me mësu me komuniku me gjinin e kundërt. Okay. Edhe ai automatikisht apo ajo e ka ato inteligjencën sociale ka shumë nalt. Ma zhvilluar. Din me të bo muhabet ku dush. Po se e ka praktikuar. Din me të fol, din me të muz, din me bo humor, se e ka të praktikume. Po një person që kalu PlayStation, dhe sa i ka bo 20 vjet, ato që ti ku dush në çfarë do ambjeti nuk din me u shpreh, nuk din me komuniku, nuk din çka pritet prej që ka pret që kjo ambient ku është në qatë moment, nuk din mu ja adaptu ambientit. A ti ke punu në barë, Vivian? Jo, e tash, kjo është diferenca, unë nuk kam qenë gjithë kështu. Faktikisht unë jam marrë me teknologji për që më koni i ri, edhe unë jam konë qaj për një tëne që nuk kom dalë shumë, ku më koni i ri. Po, do me thonë ty zoret pas ka shtime i kësoj. Po zoret dhe dikun, po, edhe kër e kuptova se so shumë kishte mundësi me mësu në këtë land të zhvillimit personal që thirrët. A është land që bro? Kjo është land në veti, kemi bu një praktik në Universitetin e Oxfordit, se si inteligjenca emocionale edhe inteligjenca sociale ndikon në jetën tonë personale, në familje, në shoqëni, po edhe në partner që te gjenë, po si ta gjesh një partner. Që me zvoglu nivelin e vetmis. Loneliness is an epidemic right now. Dhe me thonë që a ka shumë njerëz të vetmum po thu për momentin. Shumë, edhe është numri është vetë në ngritje. Unë ta përkthej kur fol anglisht, e di se. Vetmia është një epidemi në rritje. Tash si mund ta luftojmë këtë epidemi është duke i eduku
mas pari, ty duke eduku njerëz prej gjitha gjeneratave, duke filluar nga fëmijët. Inteligjenca sociale është shumë e rëndësi. Aspekti pse unë e trajnoj një landë shumë të jashtëzakonshme që është në dating and relationship, relacionet edhe marrëdhëniet, kjo është një që ka nevojë shumë trajnime. Edhe pse 90% të trajnimeve të mia mund të aplikohen në familje, në punë, në biznes. Do më thonë jo në dashuri. Jo, dashuria është një goal, që me thonë, qëllimi që me jep goal. Po, goal. Për me qenë njëri më atraktiv, do të mi pas shumë sen and vi. Shumë e kemi një formulë që na e spjegojmë. Për një person me qenë një suksesshëm në jetë, ose më ta them pyetja ma e gjonë që është çka është lumturia. Unë mendoj që lumturia përmbëhet prej 3 pilareve. A është mirë pilareve? Pillars, right? Po. 3 pilareve kryesor në jetë. Pilar na e thojmë çaj me hongër atë orizit. Mos po shkojmë me jo te pilaret të nere kanë thonë marketat frutave kështu. Çajo. Cilat janë 3 frutat e lumturisë? Gjithë kom ditë që kamarierat i kanë lojë kështu me nxon femna ose ka bëdën kamarierët femna me djemë se janë broqa të tënkona. Tënkona janë që aty, e kanë kuptu... Plus mujnë mi qaros pa pare. Exactly, edhe kanë kuptu psikologjinë sociale. Psikologjia sociale ka për shumë të madhe. Në që ka e bo një person të tërheqës, janë një 7, që me thonë, switches, attraction switches. Ndërprersa psikologjik, të cilët e shtin e bu një person shumë tërheqës, pa më parasysh. E tash të tregoj. Ndohen në 3 kategori. Të mdo këtë i ki 8. Falire. Është edhe 8. 8, kështu, se të lojna me mytë kralizën që konë në funda. Qajo. Këto janë që kemi deshifru, dhe me thonë, kemi backward engineer the science of attraction. A i shtojnë i dashurisë djemë. Po, definitivisht. Hajde. Për shembull, çka të bën një person me të tërheq është mënyra se si qëndron, mënyra se si komunikon, shëndeti, pasuria ose potencialin e pasuri. Dhe me thonë pasuria vetëm financiare këtu. Një student që është me pos një tokë bën edhe bën po, apo një student që është të studiu mjekësinë, është rrugës suksesit. Rrugës suksesit edhe në psikologjinë e femrës për shembull, është attractive the same, është tërheq një që kur dikush që veç e ka, veç është doktor. Fix. E kemi bërë një eksperiment shumë interesant. Se është një piç aty në ndërpresave të psikologjik të tërheqjes, është si më përkthy, pre-selection, meaning kur ti Parazgjedhje nuk është bashkë exactly the same, është në qoftë se persona tjerë, personi mashkull, se ke vlenat e femra, për çetin një mashkull, në qoftë se femra tjera e pëlqejnë çat mashkull, shansat janë shumë të larta që edhe femra tjera, me thonë një femër që ty po të pëlqen, nëse sheh që tjera femra po të pëlqejnë, ty i pëlqej tjerëve, by default ajo ty ja nis mi pëlqy. Se me fol me ligjin e evolucionit, femra e merr një farë validimi për femrave tjera që ky person është bën, është i sigurt, nuk është agresiva pa çapo diun. A vjen, kështu që një pikë këtu është kjo një pikë ndërprerësve të tërheqjes është pre-selection, më thonë që parazgjedhja për tjerëve. Do të thonë ti mund në start me hub lojën. Po, mund të hub në start lojën. E kemi bërë një eksperiment, i kemi grupu 2 grupe ka 10 femra. Kur e kemi qitë një mashkull dveshur normal, në një kënd kështu, edhe i kemi bo pyetje se pinishi 10 sa është tërheqës ky mashkull. Edhe shumica femrave, average, ke dikun ka 6-7. Tash i kemi marrë një femër tjetër, ja kemi afruar atij mashkullit afër, edhe i kemi shti me votu prap. Kur kanë votuar kanë hyp 7-8. Sa e femra u do ke mirë? Jo, vetëm që është femër, që është e krijon çat besueshmërinë e mashkullit. Mashkulli automatikisht bëhet më i besueshëm kur ka një femër afër. Edhe ai hyp niveli i tërheqjes femrave të tjera për çat mashkull. Tash kemi tentuar me një
me një pozitë tjetër. E kemi largu femrën, e kemi shti një fëmijë. Afër e kemi afruar atij mashkullit. Vërtet. Me njëherë kanë shku 90 votat. Pse të thot kjo? Kjo thot se femrat e këshyrin një mashkull për arsyet kryesore janë të sigurisë edhe të... Se ke loni Ferrari nga 12 kështu. Se kështu ke që- baba i ka vllazh, haj gore pak. Kështu që po, që kjo është po të më thonë janë që të arsyet një piqatyne, një prej çatyne Pilarëve. pilarëve, po. Jo, piqatyne ndërpresave. Tash po dalte pilar pak. Se kjo është rrugë Ma ma ke vdell bro Po, pilarin po, ndërprerse. po, A bëni kimi me keni fletore? Merr shënime. Të e vizat Programet e mia janë ka 25 orë në vikend. 25 orë folin në vikend për çdo, këtu pidho pak një farë Po jo kallzom, fast track. kallzom se para se me bo epin, Po. ke bo, do më thoni ke mësu njerëzit që janë kod që s'kan ditë me fol me një femën. Edhe ke udhtu në përbote, ke bo çka po më intereson pak. Po, tash Qysh ka ndodhur gjatë kjo? fakultetit, se unë kom studiu në teknologji, gjatë Po. fakultetit unë njoftova me do djem që punëshin për një kompani në Los Angeles, Okej. që ishte kompani e trajnerave psikologjik për dashuri edhe për jetë personale. Okej. Edhe mu doke interesant, mi dhanë disa libra mi lexu thash, kush lexon libra që është mu njoftu me një mashkull me një femër thash. Po. Na shqiptar ti di na s'kem nevojë. Edhe Është ja bën kuje zamër. po, sa po vjen, na çoni pije. Po bën më ashtu një pije bro, femnës kur ose se femna mashkull nuk i çan. Po. Mashkulli ja bën më ashtu një Pije, Unë famës. nuk e sugjeroj, po është një prej mundësive që mund me bo. Për shembull, jemi është sidomos varet dhe kulturës. Se nëse është një kulturë si në Kosovë apo Shqipëri, që janë 5-6 femra bashk, por me u kyç me to është ma problem. Tash nëse ti ja çon një pije, tash më ja çu të tona kanë jo. Nëse ki mundësi ja çon një shishe, edhe e inkurajon ato por me fol prap. Po unë nuk e sugjeroj Po këtë. thuaj këtë. se me Unë- një shishë në Korean me fola. Jo, po unë ndëgjova se unë faktikisht këtë nuk e sugjeroj. Okej. Bile me disa një dy vajza nga Shqipëria jo abuna kishte pyetjen e njëjtë, thanë, po ne kemi dëshirë që kur jemi me shoqe na çon dikush një shishe tani na lyp Instagramin apo diçka përmes kamarierit. A vjen. Kjo është teknikë që ka në farë suksesi diku nga 2-3%. A vjen. Success rate. Kamarieri post. Kamarieri post, që ajo është një mënyrë që funksionon nëpër disa kultura që është Na pak shton më në Ballkan, a? vështirë, më u kyç. E në Angli, për shembull, ose jashtë më apo që të forën ai çikës. A mënesh më marr Instagramin? A më mirë më marr Instagramin na numrin direkt. Okej, jo, Instagramin, definitivisht Instagramin, jo numrin. Se numri është ka dal për modën në atë fakt. Okej. Tash kemi me folje edhe për atë aspektin e prezencës tonë online që është. Prezenca jonë online është një që zhveshësh që tash ku desh me pi kafe, ajo është çaq me rëndësi është ku të ki online, bile është më me rëndësi se në online ti je në stazë, që Ti me je thonë, në në top. koncert. Po. Krejt shohin, Po, domethënë, je- vjen. E aty Spotlight. Po, çati, për sa ata shumica njerëz që e kanë deshifruar far kodi dhe mundon me çit veten 10 vesh më mirë se që janë. Jo realitetin, po pa unë parasysh dush me prezantu vetëm as mirë online, si çfarë FaceApp është ka, fytyra jote. Kështu që Instagram më morësh më mirë nëse ke Okej. një profil të Adekuat. refinum edhe adekuat online, se ti faktikisht komunikon edhe përmes fotove, komunikon edhe përmes asaj prezencës. Se një femër ka qef me pas një besueshmëri. Qëse veç e merr numrin edhe nuk e pas kontakt pak më gjatë çat moment kur je takuti me solidify the connection, me build rapport and build connection, atëherë harrosh let. Edhe është më vështirë për të me ta kthy mesazhin qashtu. Ashtu është edhe për mashkull, edhe për femra dhe mashkull, njëjtë kohë, edhe femra Zia diçka po më nëna. Ty garan femnat kështu tutën nga pak se thon ky den kate. apo këtë probleme kom pas. Ha po. Këtë Fore i probleme kom ka. pas, Po, fore i ka. E kom se nuk është esenca e këtij trajnimi nuk është fore këtë dina ka pak, ta tregon dikush a thuaj që të bëni ashtu. Ato janë sa në sipërfaqësore. Po. Çka trajnojnë është më shumë psikologjia kryesore se çka ty të bën më atraktiv. Po. Mas pare fillim për veshjes, prej shëndetit, prej komunikimit, sikur unë të që e kemë, niveli zanit. A bën pauza ka të fol. A e ki ftyrën edhe gjestet e animora, kur diskuton me dikën, kur të folin me dur që është edhe, e përdori ftyrën, animacionit, I captivate your attention, ta marrë vëmendjen shumë a mirë, shumë a letë. Se sa mi moj dur në gjepë. Krejt këtu janë po, mi moj dur në gjepa, e këtu janë sene që ty Të pengojnë.
Qa bone zemër. Qa bone zemër. Me dorë që është të djapa. U kry puna. Që ta dho për shembull që punat e veshja. Një shembull, në qoftë se je rrugës çdo tuesa të vjen një djalë me kapuç me tesha të shkyme, ta bën sa është ora. Qysh ndihesh ti? Nuk ndihesh këtë rahat. Po. Tash nëse njëti person vjen poshtë me tesha e veshur mirë ose tesha kat me suitcase ta bën sa është ora. Ti ndihesh shumë rahat. Apo den. Domethënë çfarë ka diferencë kjo prezantimi superficial në jetën e përditshme where we interact with other people. Domethënë kur bashkëbisedojmë me njerëz të tjerë. Bashkëbisedojmë me njerëz ku ki interaktiv, po ku ki interakcion me persona të tjerë, ti mundesh me përmirësu shumë qatë prezentimin tënë edhe qatë impaktin, qatë efektin që te lën në persona të tjerë. Okay. Se efekti të cilin te lën persona të tjerë është monedha jote. Apo bën monedha gjokeri jote, bën, ha? Gjokeri jote apo your currency. Monedha është currency apo? Po. Valuta. Valuta jote. Valuta jote. Valuta jote është vëmendjen edhe impaktin që te lën në persona të tjerë. Atë impakt që te lën mundesh me përmirësu shumë me këto pjesë e personalitetit të cilat ti komunikon me to. Prej zërimit, prej shikimit, prej se që shfol me dorë dikujt, sa është rëngon dorën, e jo me adhon dorën kështu sikur me adhon dorën e huj. Okay. Tani ki normal si veshja, tani janë ato pjesë tjera të humorit, të ngacmimit, të inteligjencës. Është humori arma më e fortë në personi. Humori është një pjesë aty në pilarëve, jo pikëtyne ndërprerza. Humori është shumë më rëndësishëm. Për në pjesën e parë, shëndeti, humori edhe intuita sociale. Kur po thu shëndeti, çfarë po nën kupton? Shëndeti është primar, që është patjetër që nëse një person sa do me qenë i bukur, kur nuk është i shëndetshëm ose atë po mendon më duk mirë kështu me ushtru fitness, kështu. Fitness po se po, atë gjithmonë ta ndihmon, po nuk është vetë ajo. Domethënë ti kur i demonstron, kur i projekton aspekte që tregojnë health, që tregojnë shëndet, ti veç e ki atë pjesën, se të nëse i ki këto tjerat, po nëse nuk i shëndet, pëzoja i overweight apo je mbi pesh. Mbi pesh apo you look pale apo den këto janë probleme që ta zvoglojnë tërheqjen e një personi. Kjo ndodhet te femrat edhe te mashkujt, në dy anë. Okay. Shumicën e trajnimeve që i bëjnë janë aplikuese në dy anë, edhe mashkull dhe femra. Vetëm se ndahen kur të vinë deri një pikë ndahen, se mashkulli është një që do ta merr iniciativën edhe do të më qenë lider në interakcion. A e shohin se dobësi djem nëse një femën e merr iniciativën, për shembull. Nëse një femën ta bën follow, të shkruan, ta bën të poshtë sot mirë dok. Zakonisht djem të bojnë çto, me bën një femën çto çysh e kishe pa ti. A e shkon red flag për ty a jo? Jo, absolutisht. Okay. Bile një klient e kam prej Iranit, djem ma bën një çet pyetje. Ti pëlqen ideal, thash po më jep vëmendje shumë spedi, a nuk pe din që jam interesuar ma jo. Thash dy mundësi i ki, me majtat me dhon një invitation në mënyrë që mu tregu, me dhona e kompliment që është edhe ti, që mi tregu që je interesuar, ose në botën e sodit është shumë rregull është me aboni mashkulli që po pëlqen, apo me ta qit një pije, apo me dal. Po. Apo nuk është shumë e madhe. Di që në Kosovë është pak kultura pak më ndryshe dhe femra nuk e bën ato shumë, se e hupa të farë respektin apo ashtu më ndonë. Po që po thëmë dhe, është pak më në farë mënyrët e kesh kupton një femën që fse bën shto. Nuk e llogarit në farë mënyrë, a është kjo? Në varet për mashkullit. Tash ti një femën që fse e thirr dikë me dal. Ti ç'e vlerësu një femën? Unë kisha vlerësu mirë. Apo dhe nuk kisha thonë, okay, this is shumë mirë, si ka mundsi më ka ndodhur, tash jam pak më trajnum, po më ka ndodhur. Dyat. Po më ka ndodhur. Kallzom se ti në Dubai je shku edhe i ke mësu sheikat. Kom pas klienta për këtë botës men, kësi që mos me ka marrë menja, mos me ka marrë shumë bro. Me çfarë punë? $2,500 dhe $3,000 ditën, që është 8 orë punë. Deri $5,000 ka njerë ka qenë, por për shembull një prej klienta që thësh atë në sheikave bro. Po të njëjtat sene, që to janë pjesë kryesore që njerëz nuk i mëson në shkollë, nuk i mëson në shoqëni,
se si qysh me komuniku me dikën qysh me bo vetëm më atraktiv. Okej. Që këtu e nëse ne kemi formul krejt. ka Program ndodhur është i me- gjatë 25 orë. Atë ka ndodhur dikush me, se me thonë me dhejës për soj për trajnimet me ty, edhe atë ka ndodhur në kush që herë ka pas haberin. 1 milion Po ka ndodhur trajnime. dyat, ka ndodhur dyat ka një Hajde, herë, konfirmoj. varet se për shembull ka, unë jem fokusuar me ndihmu njerëzve, për shembull, mu mi kanë qut gjithmonë, kompania mi ka dërgu do pak ma tron që, nuk e di pse, se unë jem konas që stëm ju edhe veç e marr si challenge. Kse cunga. Si challenge po. Okej. Do jo veç cunga, po do që kam pak probleme fizike Okej. apo probleme me shprehje jo vullnetare apo lëvizje jo vullnetare që e Okej. bujnë shumë vështirë në këtë botën e sociale me improve. E kom pas njerëz të çuditshëm kanë, po kom pas edhe njerëz që kanë qenë super high. Apo den. Oh. Për shembull, një prej klientëve ka qenë the founder of Spotify. Tani kemi pas Problema. kemi pas do për politikanëve, për Ai aktorëve. suedeze, ëh? Po. E te e ke trajnu ato. Unë me ekipën tem 2011 kur Spotify ka qenë E vogël. shumë e vogël. A ki kontakt me Shumë to tjerë. bro? Ma jo se që pe Tash më ma pe bo 2012. free. Fal. Do ta bo, po E çaj dhe rati klientë Spotify. I sholla bëz epi bob se s'ka hajr. Po, s'ka kliena. Tani kemi pas kom pas konsulentat Pentagonit apo politikanë apo kemi pas shumë ndry. Po edhe asi që veç kanë rru pare me ardh me u trajnu. Ja, kam pas Se ata ja di qëllimin më vleftën. dashuru, a me nxon femna mu bo dëngrona. Ç'ke po më interesant. Kur t'jen ma tri, ma shumë vinë për, adin, mu qysh se E ty s'tanin si se adon le me kërkon. qëllimi domethënë. Jo, mu manin, shumë manin, Po se çfarë? nuk merrna me kësi që mu veç me nxon femra, Po se çfarë po them? nuk më jep përshtypja e punë. Ka ndodh me refuzu dikon që ta bën, po du më bo playere. Po, shumë, a qëre, playera, fjolla player është prej, këtë vjen prej intention, që me thonë, për qëllimit Për qëllimit, personit, po. nuk vjen prej sa dinaj, sa ka aftësi, sa s'ka. Okej. A bëdin. Unë zakonisht i kam klientat për 25 deri në 55 vjet, për shembull. Kom pas klient që ka qenë 55 vjet virgin. Çfarë do të thonë? Virgin. Tash besoti. 40 ai që është 40-year-old virgin it's history. Okej. Kështu që kom pas klienta që një me kam pas nevojë me u trajnu se që si më bu confident. 80% të klientave kom pas mashkuj, 20% femra. E që që ndodhë me 55 vjeçare? Po tash, kur të fillon dikush në këtë trajnim, fillon pej një pozite, nuk fillojnë këtë njëjtë. Okej. Qifti atit Spotify apo një tjetër që ka shit një kompani Google-it 800 milion, pak para YouTube, Okay. the biggest acquisition that Google made. Okej. Before YouTube was this guy. Ky zhvill shumë i hjeshëm, edhe në shumë i machëm. 800 milion worth, që ka lyp ky. Kur ja bilja ta boqet fjota, çka po lyp ti me meje. Tha, I wanna this level of quality women. Ai po doni një kvalitet shumë të lartë femrave, dhe po don me kuptu se çysh me mriti çfarë. Premium. Celebrity apo dikun që sun i afrosh hiç për shembull, se çysh çka mund me bëu me mritjet e çaja, vëden. Qëllimi i tij është ky. Po ky ka po ta them këtë se çdo person fillon me disa pika. Ai person që ka 55 vjet, ai nuk mundet me mri me gjetë për shembull të dashurën mrena një vikendi që vjen trajnim, aty duhet pak më gjatë. Se ka shumë pjesë që Dejnë penzion. penzion ndoshta. Pa më parasysh. A e mrive kështu, pa të sukses se po mdhimet pak. Po qëre, në këtë aspekti ka po sukses që ka njoftu shumë a shumë femra. Okej. Apo ka njoftu shumë a shumë femra, tash është të full me qa po t'ju në online dating, e kemi trajnu dhe A pak. halo virgjina jo? Ama so kam ru, aty nuk e di se ka mos, ka qenë shumë okay. amotja, po din. Unë i kisha thonë të shakon të rënër e zina, hajde dej në Amsterdam, lash këllek të pallovra. Të shkojnë aqë atë, Po që këta për ken shembull, kry punë. këta pasanikat e mëdhaj nuk e kanë problem për asisane, po duhen me mësu me Këta kanë qenë në hongër ka i drejk, ka i dork me naj partner. Po, de. Lovi i gëzën këta dëshirë. çajo Ma dhe. bëj keni shok, është nesë, se kom shok, ka gjama e vjetër, thënë. Se ke gjemë, ma bëj shok që visht ho drejk me të. Kishe kërgjesh, visht ho drejk me të. Lab, Bash, edhe si ka që i paguajnë besa për me orë. epi, që kë Philo, që i bjen Philo? Philo është For your love, a? Jo. Jo, është veç fjalë greke për gjini, që i ndihmon gjinisë femërore dhe gjinisë maskullore në artin e dashurisë. Do me thonë, kë epi, Philo, mundi me shkarku, është free, po edhe mund është edhe subscribe kështu premium, Po, a? java parë është free edhe pse tash e kam ndërmend për kushtet që Po. të regjistruohet në kushte shek këtë podcast, e ka një muj free.
Opa! Si dhuratë, Një muaj free, qa du të me bu këta për me pas një muaj free? vetëm me downloadu appin, Okay. edhe m'ja bu subscribe, që java par del free, tani vazhdohet edhe një muaj masanej. A du të me shkru shok podcast a nëjsa në s'ka nevoj? Jo, s'ka nevoj. Okej, S'ka do nevoj, me se thonë, ekipës i thëm episodit, një muaj e keni për neve, Po. qofë se martoni në thërë në ndarësëm. Kjo është një mënyrë se unë e dalë me një femën, e kom labin me veti, qëto. Njëjtë, sikur me pas mu. Tashti qëtu se të regova, qëtu programe që i kemi na, që në Okej. 5 orë gjata, Okay. edhe që kushtojnë $2-3,000, nuk është, nuk mund gjithë kush me, nuk i ka gjithë kush $2,000-3,000 për me ardhë në trajnim të unë. Ata janë vetë njerëz që jenë pasanika, po i kanë mundësit, apo kanë rupare në këtë aspekt për me avancu vetën pak. Po shumica njerëzve nuk kanë mundësi me pagu $2-3,000 për një weekend me ardhë me trajnu. E kështu që kur prej që ka dalë inteligjenca artificiale, unë edhe pse jemi marrë me teknologji në pjesën tjetër të karrierës, Tash edhe i i ke bashku kom dyat. kombinuar. I kom bashku dyat edhe e kom trajnu një model me këtë materialin privat. Okej. Privat po menoj premium që kemi pas, që nuk mund me gjetë në ChatGPT apo në Google. Kjo është çato programe Ma që e kemi sofistikume. shumë e sofistikuar. Okej. Është pe praktikave në jetë reale, edhe pe eksperiencës me mija njerëz që kanë pas sukses edhe që kanë dështu, që i kemi marrë na për me kriju program. A pajto është lapë që nështë edhe komplimentet nuk janë mënyra e duhur për me mi afru një femnës, a menën që Definitivisht. pajto Komplimenti është mënyra ma lazy ma lazy, po. për mi u qas dikujt. Cila është mënyra ma e mirë për mi u qas dikujt në social media. Po folëm gjithmonë për social media, me që Nuk është veç një mënyrë, po është ta tegoj një princip Hajde. se si duhet me u qas dikujt në social media. Përveç që mundesh me përdor fajlën me amor screenshot të social media profile, të Instagramit, veç ja bën screenshot, ja jep në fajlo edhe tregon, ja lexon krejt çush e ka descriptions, çush e ka fotografit, ku ka dalë në fotografi, me kënd ka dalë, edhe në bazë që ta kit informatave që i merr inteligjenca artificiale, ta tregon se çush më u qas atij personi ma mirë, ma personal, ma qasshëm. ma qasshëm. Okej. Që se një person ka qef me udhthu për shembull në Karaibe apo dikon. Edhe I thua ta kona kokosin. Po, Vali. ka dalë një kokos. Edhe ta jap një për shembull që e pezo, hajde një shembull. Ka dalë një vajzë të pi kokos në Karaibe. Një për fotografive që janë shumë zakonshme. Okej. Ja jap fajlës ta jap një rekomendim që unë kum trajnu, për shembull ta bën shkruajçi saj, po mos jep kompliment thuj shumë po më pëlqen profili jot. Edhe stili jot. Po unë ti smuna me kom bashk. You're not my type because unë urrej kokosin. Jam allergjen kokos. Jam allergjen kokos. Same thing. Të është ti ato me të njëg. Qaj është me këthy pak. Sa ajo këtë moshko që ka i gjuhë njët. O për mirë kjo, një kompliment, një diçka në njërën. Të e kona i shik me qenë të jabu, shumë je mirë, po në smuj me konë me ty se mu më ka dek qeni. Palidhje. E kështu është një pri reverse psychology që të ndihmon, ndërsa në bu ma interesant. Esenca kësaj është... Shumë e forda. Esenca e... Kokosi! Jam allergjik në kokos, shumë, too bad. E bën ma interesant, si me vëmendje. You break the pattern when you talk to somebody, so they can remember you. Po. As opposed to, hey, qa bone, po... Ata kujti kokosi. O, na myte. O, hiqe këtë Instagram se na myte këtë. Po, të ja bo reply, bum, bje, valire, po, bum, exactly. Ato sa nuk funksionojnë, sa ato i kanë. Okej, shumë e fort. E cilat janë 3 red flags? Po vishta të regoj principi për me ju qas dikujt online, apo edhe në jetën përditshme, jetën reale, është me ju qas në mënyrë ma inteligjente, pak ma different, pak ma kreative. E tashti ti nuk në qenë gjithë kreativ, përsa ta dhe hum kriju këta. Klientave të mi për para, kur i kemi pas për ata që në kom pak ma të ngurt, që nuk mëshin me u qas qaslet, e kishme një list të se që kam i thonë, edhe ma është me veti. Në qëfse hub muhabeti se që kam e bu, e nëzirë listën edhe ja rikujtën se që ka me bo muhabet. Me shku në për këto fazat që çdo person shkon në kur ja nis me diskutu, me komuniku me dikon, për shembull, prej tërheqjes, tani të komunikimit verbale, jo verbale dhe të building connection me kriju qatë një atmosferë që jemi në te bashkë tash, jo në si shok. Një prej probleme më të mëdha është që
mashkujt edhe femrat e kanë qëtë problem që ky po më këshyrë si shok ose kjo po më Kena me folë për friendzone-ën. friendzone. Po, Friendzone është the big one. Ka dhëmë cilët janë 3 red flags në first date, që i ka dikush që dush mi kop me njëherë, kështu, apo by default, që thojnë. 3 janë shumë, po më ka shumë, po 3 për tyne, a për mashkull a për femra kem fjallën. Po, hajtë për femna. Çka është 3 red flags në femër, Po. Në qoftë se je në date, në red flag në femër, unë kisha më thonë numër 1 është në qoftë se ajo femër flirton me dikon tjetër, sa ti je në date. Qa i bjem flirton. Flirton. Po, qa i bjem, po du me thonë, a me këshyra? Po me këshyra, po me komuniku, ku jetë varja, po diçka është. Po, se vrehet një person kur nuk është prezent me ty dhe është të këshyr dikon tjetër, apo dikon me ku je në date. Numër 1 është qajo, numër 2 kisha thonë në femër është e disrespekton mashkullin me një mënyrë. Qëse disrespekton mashkullin në mënyrat ndryshme, sikur për shembull ka ndodhur që je në date, është në date edhe non stop del bon foto, unë mund ka ndodhur kjo. Ku marr me një event një date, edhe del me një very high end dinner, work dinner, ajo të bo foto non stop me veten me të mos engage me kërkon, e disrespekton mashkullin. Dashuruar në vetë, ja. Parmenimi ki për femra që thonë unë nuk puthin first date. Takim të parë. Po është, ajo është normal, nuk është problem hiç. Ajo është një sen që ka një kufi të personalitetit një femër dhe e mban ata, edhe nuk është, po nuk do me thonë që nuk do të ndodh, se në pjesën psikologjike të dy personave kur lidhen, edhe gjatë lidhjes, çka thot një person, sidomos në këtë fazë, çka thot femra, çu reagon një dy sene ndryshme. Kështu që dikush e ka një rregull të ashpër, hard rule, që nuk do me u puth në ditën e parë, në datën e parë, that's absolutely normal. Është shumë okay. E mashkulli do të me konë atë mënyrë që me konë patient. I durushëm. Në atë aspekt që... Mos me bu presion. Mos me bu presion. Edhe atëherë bile mashkulli që është më i qetë, nuk bën presion, edhe është pak misterioz, është shumë atraktiv. Lider, misterioz, funny, edhe që është një person që nuk e bën presion femrës, për ka calm energy. Mendo 007, James Bondi. Qysh reagon James Bondi? Pa jo, film zi. I know, po. A ka rolin më konë? Exactly, po qaj rol që e kam bo, ato e kam bo, e kam dizajnu për mendjet femrë, për shikim të femrëve. Unë jam mashkujve kur të marin, kur t'i kam mashkujt si klient, i thëm shko edhe në qëse këshyri seria. Jo, në qëse këshyri seria që jënë dizajnume për femrë. Si që aty i veshin mashkujt mas miri. A vëden? Cilat janë të seria? Po nëse është ki Love Island për shembull, nëse Love Island është ki ata janë zakonisht në swimwear, po shumë lloje të se si këshyrën shumë për veti, po para se me konë të social media shumë, edhe që to emisionet reality TV shows i shtesha klientat me bleg magazina. Revista të femrën. Se aty që jesin mashkull që veshën mas miri. A bëden, kështu që jenë do pjesë që mund është me... Të shkutu në të e blek Kosovarë. Po, Kosovarë. Lava, më nërë me zirë fotin e jetës në aplikacionës si Tinderi, për shumë. Po, pa tjetër. Tinderi ka një konotim pak ma të vrasht, no? Ma të vrasht, pak ma player, ma kështu, po shumë aplikacionit tjera janë, për shembull Dua, e këtu janë, për Kosovë është fenomenal, a bëden. E pëse në shëshnin tonë lab, që se mashkulli të raftën, ka lënë ma letë se so femna me të raftu. A du të me kone njajtë që kjo? Se është sen një njajtë? Njajtë është në shoqëri të raftia, është një sen që e degradon relacionin te për shumë edhe në shumë raste e prish krejt. është një rrezik shumë i madh që njerëzit e bojnë, po ndodh si për mashkull e për femrave prej weakness, prej dobësisë momentare të çati personi.
Kështu që sugjerimi më i mirë është që mos me pru veten në qatë temptation, në qatë pozit, me u pi shumë, apo me konë me një ambient të cilin ti teston your limitet në atë aspekt, edhe pse detyra, jo, nuk është arsye, detyra se si mashkulli si femra kanë sy, ka njerëz non-stop që na marrin vëmendjen, femra që veshën shkurt, kur gjë nuk është taj, aty ke marrë vëmendje, mashkull që veshën mirë, po detyra jonë është me majtë kontrollin. Se ti na majna kontrollin në shumë aspekte tjera. Se nuk i gra kjerë 300 orë, për shembull. Apo, që me thonë, nuk pen derisa të bjën të fikt. Apo, bon sene tjera që jënë dëmshme për ty fizikisht, po ose mentalisht. Po dhe ajo është e dëmshme për ty, mentalisht. Shumë është e dëmshme për ty, edhe fizikisht edhe mentalisht, në talmën se kur je mentalisht i dobësum, apo i efektum, edhe fizikisht dëmton ajo. A ke tradhtu në njëre? Une, ja. Nuk e kom natyrë, se edhe unë menoj që njerëz që tradhtojnë është ma shumë ata njerëz që nuk kanë pas aftësi, nuk kanë socialize qatë shumë, edhe they give in. A menon që mënët një shift me, se po ndërbrej, falem, me falë tradhtin dhe me vazhdu jetën të lumëtër, një burra një gru? Po, ajo është një sen që... Mu harru që a i samë? Mu harru nuk harruat, po në do aspekte, unë i respektoj, do femra, po dhe mashkull në atë aspekt, që e luftojnë për me mbajt relacionin për shkakun në fëmijëve. Nash nuk po thomë, me nejti vetëm me nejti pa lumëtur, veç shkaku fëmijëve, përkës edhe jeta është e jotja, jo veç e fëmijëve, Amo, në shumë raste, në qëfëse ka ndodhë diçka, edhe për shkak të fëmijëve, mojna është e meritojnë një respekt që ata individa. Do me thonë, po thuj që mujnë me vazhdu jetën të lumëtër edhe qëfëse ndodhë? Mujnë, se ka shumë raste këtu, kur bëhet një dëmtim kaq i madh, ndarja krijon dëmtime hala më të mëdha. Ma afat gjate. Jo ekonomikisht, jo... Në shumë aspekte. Fix. Po, këto jenë krejt specifikisht të një qifte të se si ndihen, se ki qifte, relacioni, martesa, nuk jenë qash black and white. Ki relacioni që njerëz me nëzispresi me uda. Na e shumë si black and white për i kandit të ret. Po për i kandit ty në e shumë normale për ndë aspekte. Ki njerëz që nda me marveshje, përke nuk është problem. Po, ku vjen puna të tradhtia, po këto është mirë me i komuniku. Pa lumturinë dhe ndamjen para se me ndodha, jo? Që me pas qatë farë ndamje të but, të letë, se sa me mundu mi majtë 2 botat. Nuk është... Lav, që është del një moshkull për friendzonës, kalza. E këna ndrute më shpejt. Pi friendzonës, problemi në friendzonës është se moshkulli... E pëlqen shumë një shik, po ajo të ka haver, të këshirë si dëst. Po, qa bëta dush me bote? A dush me dërzu? Muna me fol, pse hinë friendzone, mas po, shush me avoid altogether. Do me thonë, qa e gabimi kryesor. Po, gabimi kryesor. Në që se hinë friendzone, e ki ma probleme dalë për friendzone. Se sa në që se po, është dy atë janë të mundë. Hajde? Për mes me hinë e friendzone, dush me praktiku ose me tregu qëllimin, jo me tregu, po me convey, që me thonë. Me bind. Me bind vetëm, po edhe femrën, apo moshkullin këtë aspekt, që ti je interesum, po ma shumë se shok, prej minutit parë që takosh. Jo me shkush më bërë shoqni një herë, me një qëllim që t'ardhëmën me bo diçka, sa atëherë veç you waste time. Që se qëllimit për pëlqen që këj person. Edhe hu për respekt se jetu e rajt një farë mënyrë. Hu për respekt, po edhe natyrisht. Edhe natyrisht, aja nuk të shesi partner potencial. Po të shesi shok. Ti dush me, është detyra jote me qitë vetën në pozit që aja me të pa ty si potencial. Jo potencial partner, po në dashnur. Se sa shok. E mashkujt që nuk e ka konfidencën e nalt, ose s'kan konfidencë shumë, ata shkojnë në mënyrën më atlet, që është bënë shok,
tani nashta mos po vëz mos po vëzna. Po. Në këtë është problem se tërheqja nuk ndodh logjikisht, ndodh emocionalisht, në nivelin emocional. Kur ka njëherë mundesh me pas një friction me dikon, një fërkim duke e shku në një tu përla, për shembull tu përla mënyrë jo serioze, tu e ngus njëri tjetrin e tu bo pak më misteriozisht, po që kjo e krijon çat far emotional roller coaster. Tu e thon valla të kesh raput. Ku në të kom shok, po në foqe bre. Atë kesh dhënë po ç'është. Po. Apo punë ai në lam friend zone. S'ka që del, a? Jo, del për friendzonës, veç që del për friendzonës, po atjetër, veç që dush me e kriju një vakum edhe me ndru rolin që ti ke lu, por dhe që aty ku hi në friendzone. Me ndru rolin me dal, mos me konë qaj person që i vetëm je akomodus në gjdo aspekt. Qka thot ajo ose aj me bo, me konë... Mos më të kontrolu, a? Jo më të kontrolu, po me një mënyrë që mos mu pajtu me çdo sen edhe mos me konti aty me terapisti i saj mu bo, ose terapisti ti. To t'i kallëzu po me tregu që ka bo ekse, për shembull. Po, ti me shku me kraj mu bo, you know. Po, mja fshi lët. Mja fshi lët, bash, qajo. E kështu që dush me ndru rolin për qasaj. Okay. Për me ndru rolin vjen mundesh me bo duke u largu pak prej, me bekiju një distancë, edhe me nis me një fërkim. Ka pak një fërkim të cilin e bje pak më fërkim, qa po kupton? Qa po nuk kupton? Fërkohemi ka pak njerë. Po du me thona që ngucje, push-pull, flirt, ngucje. Push-pull e bjen kjo tërhek po mos këpët. Tërhek po mos këpët, exactly, qashtu. Edhe me qatë mënyrë, edhe me tregu një që ki vlerë ma shumë se sa veç një shok, edhe me shti ato me ron dashni. Nuk mundesh me bindi një femër me ron dashni me ty, po mundesh me e dirigju aty. Jo me shti kështu me zër, po me dirigju ka qaj rrugë. Me dirigju në që fësi ti janis edhe e kryon një atmosferë që vetëm aja atmosferë ndodh vetëm mes dy çifte që tërheqen njëri me tjetrin, atëherë ajo ka dalë vjen vet deri te çaj pjesë ku i pëlqen ti më shumë se shok. Ja, mundesh me kon shok dhe shoqe me dikën që veç ke flajt me ta. Mund me kon, këtë në varet prej çfarë qëllimi e kanë. Se ti ki njerëz që kom gabu kesh qëllimi për me met shok nuk është, qëllimi për me kon shok ose shoqe, nuk është për në tardhmen mos po ndodh ndaj sen. Atëherë mund me kon shok. Po çat moment që njëri pyetën ka attraction, ka tërheqje për tjetrit, nuk mund me kon shok ose shoqe. E lap çfarë menimi ki për djemt shqiptar, që edhe kur ndohen për një femnës, hala dyqysh kanë qef me kontrollu, pak nuk i lojnë djemt tjerë mi shkru, nuk i lojnë me dal ato, i bojnë presim si qek. A ndodhë që veç në Kosovë, a ndodhë dhe tjetër ka? Jo, në Londër, a ndodhë për shumë? Ndodhë dhe për këtë botin, kjo është ma shumë kulturore, se sa aspekt, kjo që mundon njerëz me kontrollu, çat mos ndodhjen e tradhtis apo diçka. Kështu që kontrolli nuk është i mirë, nuk mund me forcu ata. Për që ata dush me konë shumë vëzhgus në pjesën e dating, me çfarë personi je të hi në relacion. Që nëse ai person është ai person që i demonstron çatë virtyte që ka me Çu demonstron një moshkull çto virtyte? Po kjo është zakonisht ndjehet nga femra. Femra e ndjen se një moshkull, edhe fakt edhe ka një herë është e kundërta. Ajo çaj që tërheq është sa një çaj red flag që kjo s'do të shku me to. The bad boy attitude. Apo den. As bad boy është mund me hi ma fella ti, po bad boy është vetëm fjalë që është një person confident edhe që bën çka don, s'do më thonë që është person i keq. Apo den. Edhe në çato sene bëhet femra attractive. Po femrat e kanë edhe me thonë një habit që shkojnë mas dhe moshkëve që jenë të fragmentum, dhe moshkëve që jenë të domtum, toksik, se e bindën vetin që unë kom e konë qaja që kom e ndryshu këtë person. Unë kom e konë qaja që kom e bo për vetje dhe kom e bo njeri. A është kur tha me madhe që një femër e bjenë, që mund me ranë to. Se nuk mund është me përmisu të një person. A i pa arë qaj person në nivel që vetë do në më përmisu, nuk mund të me ndru ato.
Kjo vlen edhe ana sjelljes. Lavi kena 2 segmente për fund. Pjesa e parë është a është okay. Unë kam të bëj do pyetje ti ke më përgjigj. A është okay apo s'është okay? A është okay me ghost dikon pas shpjegim? Me? E ghost. A është okay me ghost dikon pas shpjegim? Po, për shembull 2-3 ditë ka dalë me të, edhe ma nevi që ghost. Në varet pak për kontekstit, po jo. Okej. Në varet për kontekstit, në qoftë se tash ghostin A ma mirë me thonë nuk po du më fol me ty, faleminderit, a ma mirë vish. Mas mirë është, kjo vjen pak te konfidenca. Nëse një mashkull të del me një femër edhe peshe që s'po hec, s'pi pëlqen, mas mirë është me thonë, vjen mirë që unë njoftum. Përmes telefonit a live? Live ose text nuk ka problem se është 2-3 ditë e para. Po, fillim jam të fol. Po fillim një text message më ia është më mirë se me ghost. Okej. Bare me din nuk e lën hanging, se është pak jo natyrshme, nuk është mirë me lënë dikon me të prit apo diçka. Se me nikom dëgjoj. Po se me nikom. Po. Kështu që i thu, vjen mirë që unë njoftum, kam kaluar shumë mirë, po nuk pesho që muna me kom bashkë. It's not you, it's me. Shke ma forta. A orran shke bro. Shumë është rran. What that means is it's not you, it's me wanting to be with other people, that's not you. Po, do të përkthej pak se do të thonë jam unë që s'po du me kon me ty po me tjetër kan. Problemi është te unë. Te unë e jo te ti. Po. Se unë po du me kon dikon tjetër që s'është ti. Yeah. Okej. A është do kemi passwordat e telefonit një tjetër, në lidhje? Unë nuk besoj, nuk është okay. Nuk është okay. Nuk është okay. Veç nëse jenë martesë gjatë me fëmijë me këta është tjetër sen, se unë mendoj që 2 persona para se me u taku janë 2 produkte për përdorin një metaforë të produktit. Okay. Janë 2 produkte të papërfunduara. Tash gjatë dating, gjatë atij relacioni, gjatë aty një vitit, 2 vitit të parë, ata e përmbushin njëri tjetrin, e kompletojnë njëri tjetrin gjatë asaj eksperiencës bashkë. Edhe kompletohen bëhet sikur një produkt, një edhe shohin botën për një kandi. Arsyeja pse nuk e shot asyshme m'ia dhon për shembull passwordin apo diçka, se ka shumë arsye. Ka një është legale, për shembull punon ai kompani që ti s'ki drejt ekip telefonin që e punës, se kanë edhe telefonin tonë përdor për punë, që s'ki drejt. M'ia dhon, sa është një shumë personal. Po çe pelojna punën anash. Telefoni është një pjesë e personalitetit ton, e shoqënisë tone. Që se ty një person, një shok joti ty të beson, me ta që një fotografi apo një lajmë pezo, që ti që ta bën, kjo është veç përmes me jetese, një fëmijë që 30 vjet. Ai nuk ta ka qu ty që ti më ka kallzu famrës tone. Po. Apo den. Kështu që aty mund pas një informacion qash me rëndësi që mund me kriju shumë probleme të mëdha. Po egzagjeroj pak në aspektin që jo. Po, është një pjesë hibride në këtë aspekt. Është një pjesë që kur ti kalon një vjet aty, unë që kam pas eksperiencë me femra që kam kalu në single gjithë. Jo tash jo. Ku me kon single profile dafnis? Që to e lën që të nda. Okej. Çka ka të thonë? Po, në Arusha, pali. Ajo forja me Arusha. Në qoftë se duhet me pas respekt njëri me tjetrin, për që ata tash është shumë rëndësi me vëzhgu me kondel në fillim. Duhet me pas respekt shumë njëri me tjetrin, që edhe me pas telefonin qel, edhe me pas passwordin, mos me hi me këshyr çka ka. Okej. Që me kon comfortable. Apo kupton, se ka shumë sende që as ti nuk e din si person, pse nuk jetu më shef, se mund me thonë njerëz, s'ka me passwordin se po shef. Nështë ka një muhabet me nonën e vet. Ka një muhabet me nonën e vet që nuk do familje. Po. Edhe përveç asaj ende sene shumë personale që kanë kalu me vite që mund të pas në telefon që nuk as ti nuk e din. Okej. Edhe pse me hi me ajo është domethënë mangësi e besueshmërisë. Kur s'ka besueshmëri në relacion, telefoni problemi i fundit. Po. Që du me qenë problem. Okej, la. Shkojna me pyetjen tjetër, se kam shumë. Hala. Pe janë lokna. Ta o zemrën. 25 orë i kom program. Lobin e kom haver shumë. A është okej me rajt për vjet në fillim? Njofjes. Nuk e shot asyshme, po nuk e shot asyshme pse me rajt dikush për vjet. Po në qoftë se ja mundson që ati personi me dal deri në second date at least. Tani për me tregu drejtën, it's not the end of the world. Po nuk është asyshme. Okej. A është okej me thirr me dal
mas 24 orë që fol në social media. A është një farë, a dush me prit, a është një, a këtë varë që ndjesh. Me dalë mu taku mas 24 Po, dhe orë. për shembull sot ja bën follow, fol, ja bën apo pina një kafe nesër, let's say. Po, është okay. Domethënë Është okay, veç është shonsat që shumë tulta. Se dush me kriju a një më me dje kordën më nëse shumë shpejt e thua po dalëm? Po. Që ata edhe në falën e kom trajnu mi tregu njerëzve që krijoni momentum. Të fol me dikon pak që me fillu një farë sigurie femra apo moshkëlli që jetë të fol edhe me ditë që jepja një përshtypje që kur takosh ti ka me qenë fun, ka me qenë interesant. Jo veç ta posh fotën shumë mirë po dokra po dalëm. Sa ata ki 10% success rate. Për 10% ta bën po, 90% ta bën jo. Kështu që kur krijon një farë muhabeti me to, edhe ajo është që po ju hec pak muhabeti. A do të nashta me lëm pak si më thonë pse s'm thirrë halo me dal, ose që mos më gut që me dasht. Jo, nuk është ajo gabim se 24 orë edhe 2 javë nuk qënë peshëm. Sa është gatë mos më thirrë dikon me dalë? Po, nëse je interesum të, edhe... Një muj, a shumë? Edhe sheshën të interesum, bon një muj më kon shumë, se aja e hub vendim, thëtë kjo s'ka ka interesum të une. Po. Dhe në 2 javë? Dhe në 2 javë? Se që është të kom punë, palidhja të kështë. Dhe 10 ditë bënë, 2 javë shumë. Po, zakonisht edhe online dating për shembull, unë i tregoj njerëzve që kur të flasin njëri me tjetrën, kur takohen, when they match online, një javë dhe 10 ditë maksimumi dhe një to meet. Do të më taku, për ndryshe hub momentumi, zbehet, exactly. Okej. A është të kemi pas lokacionet e një tjetrit? Me pas lokacionet në telefon. Po, që rëzë këto sana e të ndodhën në Kosovë. Në lidhje. Jo. Nuk është ditë në kua për shembull femna jam, ose ajo me ditë ku jam ne. Jam në furrë të bukës, ja çat në furrë. Po, kjo është apet preferencë, po nuk është diçka që e ki fjallën si lloj kontrole që me pas, apo vetë këtu po do mi pas për shembull si fëmijë që ja bën ti. Jo, se lloj kontrole me ditë ku e ki. Ja, nuk është në rregull. Nuk ka në rregull. Ja. Okej. Jam një pyetje që po më vjen më kështu se kom pasur të shkruaj me pornografia, a i prish shiftat? A është shumë e dëmshme? Mi prish shiftat si prish marrëdhënien seksuale me që i bjen që e prish se kur s'ki marrëdhënie. Apetitin mes njëri tjetrit, po. Se ti desensitize yourself. Që më thonë S'dia ka folë në kështona herë në Kosovë, në mediat Kosovës, që temë. Nuk e di, por kjo temë është shumë natyrale, man, është një sen që pornografia është një pjesë e cila e dëmton atë farë sensitivitetin e një moshkulli, në atë aspekt, sensitivitetin mendor, ku ty mësosh me pa një sen gjësem perfekt, apo një ato varloje që janë disa gati ilegale, për shtë pezo, edhe ti mundosh me, nuk e ndin vetën me partnerin të nuk e sheh që sheshe se you desensitize yourself. That's not good. Kjo është një fakt i... A e folë qëto me... Edhe shkenca e ka prove. A e folë qëto me klienta do? Po mërëna me klientat mi flasë në sene shumë private që janë, përsa ta dhe kjo një relationship, një friendship për një kohë shumë gjatë. Se ka sene private, unë i tërgoj klientave që është murru ka njëherë. Zdin që është murru. Vesh mos shko mirru. Ja, mirru jo. Vesh me thonë një prej atyne. Labe kena segmentin e fundit që thirët shok a shok. Do me thonë shot a shok. Qëfëse nuk përgjigjës, kime pi një shot. Ka shkru me pi shumë shot, s'tashtë se di qa pyti i bënd. Hajde. E para, one night stand a lidhje. Te, për ty më të folës. One night stand a lidhje, a preferoj shumë më të qysh. Lidhje. Lidhje, okej. E mirë në kuzhina në krevet. 2 jatë. Ja, zba, një anë dush. Që s'do më përgjigje pen, në shot. Në kuzhinë. La, bre. Po të hajka buka ma shumë se. Okej. Pa karriere bukur, me karriere, po mi okej. Pa karriere bukur, me karriere po mi okej. Me karriere po mi okej. Okej. Shqiptarat huj. Të hujen. Të kojt e ki femën? Franceze. Po është zëtë, zhume të follu, da? Vrejt që romantike me femën franceze e ka marrë. Okej. Influencere a personi thjesht? Personi thjesht, 100%. Pola, ba? Influencere... Sto peke alkoholi për më duke të përgjigje në kejtë. Jes, më pjetë. Labë,
Falenderoj shumë, Patjetër. na o kënaqëm. Ma pëlqy muhabeti shumë seriozisht, se Okej. unë këtë punë ma shumë seriozisht, ku të foli, kam qef me dhoni ato ma të mirën që njerëz ku të ndëgjojnë me mësu diçka për kësaj pune, se një me kom kushtu një kohë shumë gjatë. Ja, falenderit shumë. Patjetër man, faleminderit për thirrjen. Gjithashtu, falenderit për ardhjen. Unë ty të uroj shumë sukses. Mos harroni krejt me downloadu aplikacionin Fylo, e keni edhe për Android, po ashtu edhe për Apple, në iStore. Në App Store. Në App Store, po në App Store e keni një muj gratis. Po. Kështu që keni një muj fore, mos më thoni ma nej, këne janej. Qaja. Kjo ke ketë me mu fisë, na vit shimin në epizodën e radhës të Shok Podcastit. Natën e mirë.